Të lutem. A ka një ushtar FARC? Ma gjeni një, vetëm një. Dhe unë do të them, po, pas ka pas. Dhe me akter tjerë të luftës që akon bisedu, koshore, sidomos tonë që nuk janë vrej dallimet, qoftë FARC, qoftë UÇK, u konë një uniform. Po, s'ka pas FARC, nuk ka ekzistu FARC, se tani përdorin edhe ju gazetarët e përdorin termin FARC. Më tregoni uniformën e FARC-ut. Unë jam oficer. Që të dalloj ushtërinë, unë do të shoh uniformën. Më nxirrni një ushtar të veshur me uniformën FARC. Ma gjeni një, vetëm një. Ka? Ju nuk ose është marrëveshje. Të lutem. A ka një ushtar FARC? Ma gjeni një, vetëm një. Dhe unë do të them, po, pas ka pas. Unë do të them, pas ka pas. Po, s'ka pas, bërba. Po, edhe Ahmet Krasniqi, Halil Bica, kur janë vesh me uniformë, kanë qenë luftar të UÇK-s, me emblem të UÇK-s, Po ka mbajtur uniformë deri kur u bë ministër Halil Bica, me uniformë të UÇK-s. Ka qenë të shtëpia ime 100 herë, me uniformë të UÇK-s. E të tjerë me uniformë të UÇK-s, e luftarët me uniformë. Ç'do më thon kjo? S'ka ekzistuar babur ky FARC-u, ç'është ky FARC? FARC-u ka qenë nocion politik për kur çlirohet Kosova. Ja, ka shkriu tani, u kriju ushtria e Kosovës. Tani le të thonë këtyre forcat armatuese të Republikës Kosovës. Po, është krijuar tani. Le ta emërtojnë dhe le ta legalizojnë dhe le ta çojnë deri si të duan ata ta quajnë. Por jo në atë kohë. Në atë kohë ka pas një uniform. Çdo tentativë për të krijuar dy ushtri për mua ka qenë banale kohës dhe unë kam luftuar me shumë forcë që të shtuket ky mendim, se në praktik nuk ka pas, po edhe mendim të mos ketë. Se dy ushtri luftojnë kundra njëra tjetrës në front birë. Nuk ka dy ushtri që po çlirojnë vendin. Tani unë komandanti i kësaj ushtrie, ti komandanti i asaj ushtrie, hajtë shkojmë ta çlirojmë vendin. Ja. E çlirojmë vendin nëse njëri nga ne dy është komandant. Më kupton? Se tani këta gjithë komandant e çlirojmë secili prej sa vet. Jo, nuk bëhet. Nuk çlirohet ashtu. E çlirohet kur ka një bindje. Që çdo shqiptar, në borën e çdo shqiptari ka një gishdhëqe e veti dhe ka për detyrë t'i dalë zot. Unë edhe kur them për vete, jo, unë kam mbrojt dhe gishtin e dheut të timin në oborin tonë, tjetër, që e kam pas për detyrë me mbrojt. S'kam bën erë dikujt. Kam kryer detyrën time. Edhe në oborin tim, ju gjithë e keni nga një gishdhëqe që është juaj dhe duhet ta mbroni. Ka që është gjithë shkenca e adetarisë, nuk ka nëj portret kush e di çfarë.